Nesër besimtarët musliman festojnë Kurban Bajramin. Kurban Bajrami është një nga 2 festat të cilat i kremtojnë muslimanët në mbar botën. Në prag të kësaj feste, besimtarët kryejnë përgatitjet e fundit në qytet. Kjo ka bërë që qyteti i Tetovës dukshëm të jetë më i gjallëruar. Qytetarët të cilët i takuam në qytet, që kishin dalur për të blerë gjësende për festën e Bajramit, thonë se çmimet janë astronomike. Ata ankohen se bizneset mezi presin që të vinë festat për të rritur çmimet. Me që jemi në prag të Kurban Bajramit, na tregoni a keni bërë përgatitjet në shtëpi? Po, i kena bërë, 8 leja që tërse. 8 leja, po. Po si mendoni, çfarë mendimi keni për çmimet? Katastrofë. Katastrofë. Nuk delin tash. Që shkujta marrni këtë penzej që e kom. Në të hargjejti sot. Për Bajram. Për Bajram. Po si zakonisht dhe ajo tradita me ato mundësi, po mundohemi t'i dalim s'kej. Çmimet janë astronomike. Kështu po flitet se rrogat po hipin, po çmimet sikur nuk ka kontroll shteti këtu. Bizneset private qoftë edhe shtetnore, me gjasë e shfrytëzojnë këtë situatë, edhe po formojnë çmime si duan. Nuk qajnë hallin e qytetarëve. Nuk e qajnë hallin e skamjes. Situata alarmante është. Mirë po, shteti si duket edhe jume duhet të bëni këtë punë, dilni takoni me qytetarët, se të qytetarët është situata nuk është shumë e mirë. Çmimet janë shumë të larta. Po ajo nuk varet nga popullata, varet nga qeveria dhe qeveria nuk merr masa. Po këto vende janë balkon. Për ndryshin balkon jetuat që kështu. O ta për shot marrësh. Për të dhonë t'i marrën, a për të këthi prapë s'tjep kërkush. Po qësh jo. Po? Po si ju duken çmimet? Po janë pak shtrejta, ma... Ama përgatitet për Bajram, për festë? Pa qetër, po. Por nesër në tavolin nuk guxojnë të mungojnë ëmbëlsirat. Zakonisht ëmbëlsirat përgatiten në shtëpi, por një pjesë e qytetarëve i blenë nëpër ëmbëltoret e qytetit, të cilët ofrojnë lloje të ndryshme. Shitësit e ëmbëlsirave thonë se interesimi është i dobët për dallim nga vitet e kaluara. Interesimi është në nivel të dobët. Megjithëse tash ka filluar me bë ëmbëlsira edhe në për shtëpia, përgatitin mirë, po ne në përgatit, megjithëse është e festa jonë edhe fest fetare. Ato si cili musliman, si cili shqiptar e festar. Duhet, ne kena këtu për shembull baklava, sheqerpare, aligjina, kena edhe ëmbëlsira tjera. Çfarë do klienti ne ju ofrojmë. Për Bajram, baklava, sheqerpare, tollumba, se më shumë ja adhurojnë ato me shërbet që jo. Është në nivel pak më të dobët, se më përpara, arsia ta shku është nuk e dim, më duket se mërgimi është këto. Kena ne lloj-lloj çmimesh. Shembull një të mësi sheqerpare kena 2500 dinar, ke edhe pak më të vogël 2200 dinar, ke aligjin 1800 dinar. Ke baklava 1400 dinar. Kena ofru çmime dvolishme, mirë, po klientët janë pak si doba. Myftinia e Tetovës ka bërë të ditur se namazi sabahut nesër do të falet në orën 4:26, ndërsa namazi Bajramit në orën 5:41.